spektakli i ditës. Pra, jetojmë një epokë digjitale ku bëhet star brenda ditës një askush. Dhe po sepse kemi pas jo mangësi për stare, por nuk kemi pas as kandidat që mund të bëheshin. Jo, s'kemi, e vërtetë. Edhe prandaj ka qenë skena aq bosh, sa që kush do të vinte, idioti më i madh. Luli, domethënë ishte kandidati. Perfekt. Se me që jemi vetëm ne dy mund ta them. Kështu që e kam fjalën që edhe kjo mua më trishton. Në qoftë se një gjyqtar atje, duke ditur që Veliaj, Meta, tjetri janë peshq të mëdhenj. Dhe me këtë peshkun e madh ai do bëhet hero për disa ditë, sepse do thonë halal ja bov Zoti, e plasi brenda, se njeriu do gjak. Patjetër. Me ndjesin popullore, si më thon. Po gjyqje popullore. Kjo rrezikon seriozisht, po është tragjike pastaj, që gjithë çfarë është ngritur dhe iluzioni për një drejtësi të re, të pakapur që po bën punën kështu me radhë, të kthehet në fund një zhgënjim shumë të madh. Po them. Se do vi dita e gjyqit, fjala vjen. Dita e gjyqit për gjyqin. Për gjyqin. Dhe do dalin për shembull përballë Erion Veliajt. Po. Dhe vetëm për mos respektimin e procedurave do dështojnë. Të gjitha hetimet që kanë bërë do shpallën pa vlefshme dhe të paligjshme. Dhe ai zotëria, edhe pse mund t'i ketë malet me vepra penale aty, dali pa fajshëm. Dhe kur them Veliaj, e ke përgjithë. Them Veliaj për treguar nivelin në kuptimin si kur arriti me kryetar bashkie që është. E kupton? Pra, dhe ti me arrogancën apo me delirin që do bëmi herojnë të ditës në qoftë se japim vendim kundër këtij apo kundër atit, pra jo duke bërë drejtësi, po duke knaq egon tënde për dalë në media si dora e hekur që do të ngelem në histori, mund të hedhësh në erë aspiratën e fëmijëve tu, në qoftë se i kenë në Shqipëri gjithmonë, në qoftë se janë në studime jashtë. Dhe gjithëve ne që jemi zënë, jemi rrobtuar me saliune, me salirat që i thojnë organizatë kriminale, dhe që kemi besuar që mund të rrisim kalamajt këtu. Në këtë kuptim, këtu e shoh riskun dhe gjyqi popullor, në qoftë se ndikohet spaku, nuk është herë e parë që e them, nga sondazhet, që e ka 70% e 80%, këtu pastaj nuk flasim më për drejtësi. Këtu bëhet si loj TikToku. E po e bëm si loj TikToku, si Kozaku me çunat. Dëshirë. Këtu pastaj mori fund në. Pa do kishte. Tani ti e di që një nga kapitujt më të rëndësishëm që Shqipëria shkojnë në Bashkimin Evropian është kjo shteti i drejtës, drejtësia ose më saktë kryesori, pastaj vijnë këto të tjera. Ore janë drejtat dhe liritë themelore të njeriu. Nis ato dikën për respektimi i tyre. Flasin kur të marrin përgjigje nga Strasburgur, po minimalisht. Po na ka ardhur një përgjigje. Europa, po e dim. Minimalisht Europa kujdeset për drejtësinë mirë. Pastaj për të parë se si ka vepruar drejtësia, duke bazuar nga gjykata e Strasburgut, mirë apo keq, pastaj është tjetër gjë është argumentative. Vetëm një gjë do të them. O bale. Mos ki iluzionin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, jo më lër. Nuk mos ki iluzionin që atyre po ju ha qoshja. Se a dënohet, as dënohet. Jo, aty si ha qoshja, po ato janë bashkëpunëtorë të kjo. Ata me atë që ka ndodhur, e kanë kryer fushatën operacionin e marketingut që drejtësia e bëri, por ama drejtësia po bën një gjë që si u bë drejtësia. Drejtësia po bën një gjë që atyre ju intereson. Edhe këtë duhet ta them. Po. Në luftën ndaj krimit të organizuar dhe krimit kanë bërë një punë të lavdrueshme. Po. Mos duhet pa. Jo, në bashkëpunim të jashtëzakonshëm me ata. Me ata pa diskutim. S'ka rëndësi. Po edhe këta për shkak se s'ja kanë mbajt nga ata, e kanë bërë një farë punë. I kanë bërë, s'ka gjë, i kanë bërë ca punë, mos t'ja marrim. Ka bërë Ladmara, ka bërë punë, Xholi ka bërë, kanë bërë ca punë tani, mos ashtu. Po te kjo pjesa e politikës, unë kam merakun që nga tentativa që ka qenë krimet e rënda, sa punë bëri dhe e hodhën në rrugë.
Që ka qenë një prokuror të paktën se çdo 10 vjet ndodhe një gjë, bale. 2005-2016. Pse e vran thoj se Anton Martinin? Pse e hoqën nga sistemi ka dënuar të paktën ose ka çuar përpara dyre të gjykatës njerëzit ose nga bandat ose organizatat kriminale më të frikshme në Shqipëri? Jo, yjet e ke parë që bien nga qielli? Po. Nuk janë të përjetshëm. Domethënë ai e pati zenisin e vet, si punë ekonomisë që ngjitët dhe pse nuk e donin bie. Pse nuk e donin? Ishin më mirë këta? Po kanë dalë këta. Tani Lobe ka besoj se do bëte punë shumë herë më të mirë se sa këta. Lobe ka kudo. Minimalisht mos kishte gafa procedurale. Unë po ta dija pse ja kanë bërë zotërisë që thua ti, do ta thoja. Jo, ajo që vetingu. Ka shumë të tillë që kanë ikur padrejtisht nga vetingu. Po. Për gjëra qesharake. Po. Se ne jemi një shoqëri thellësisht informale. Po. Që po t'i hysh çdo shtëpi e ja gjej cen me çun burr. Po normale mos s'ka lidhje kur vepron njëri me banka këtu. Prandaj po them. Tu vepron me lek xhepi apo me pas gjyshja ime i mbante te ne i thonim ta isha mirë që mbante kokë te Keni, thosh ne. Mbante ajo e bënte këtu dhe kur ikja unë për shkollë e nxirrte atë 5000-shën e kishte bër kokër ma jepte mua pra. Ne jemi shoqëri e tillë dhe s'kena besim as te edhe sot s'kam besim te bankat. Jo më. As te kartat bankare as. Duhet me e pamër si kjo para elektronike. Është ky Bitcoin, e kupton? Pra në këtë kuptim dua të them që janë bërë mund të jenë bërë ato gabime që thua ti, por çdo kohë ka yjet e vet. Dhe kjo kohë kishte një yll. Ky spaku mund të vi kushdo mbrapa Altin Dumanit. Altin Dumani ka për të mbetur stari i spakut. Sepse gjërat e mëdha, me mete, me doktore, me veliaje, me mthe, me thash dhe debati i madh u bën kohën e këtit. Kushdo që të vi mbrapa, vetëm po erdhi ndonjëri me arrestu në ramën detyr, aty e fiku Altinin. Aty Altini zbret në vendin e dytë. Po Dumani ka arritur që edhe me mbështetjen e ndërkombëtarëve patjetër, në kuptimin e operacionit e kam jo në kuptim negativ, operacionit propagandistik, sepse në finale, në qoftë se institucionet nuk besohen nga shoqëria, nuk do mund kur të bëjnë punën e tyre. Logjikisht duhet ta bëjnë drejt në përputhje me ligjin. Po e para është mbështetje popullore. Si për një qeveri, nuk mund qeverisi një parti që merr 10% votave. Pra në këtë kuptim, kjo ka qenë një fushat operacion PR-i i jashtëzakonshëm, me punë dhe me hetime diku më shumë, diku më pak, po të bëra nga spaku, ama shqetësimi është kur të shkosh përpara gjykatës, këto dosje i ketë kopësitura siç duhet, apo do të dalin fluska, dhe më keq akoma, po sikur vetëm fakti që ke bërë hetime pa procedurë, të ta hedhin në gjithë dosjen dhe ata që duhet të shkojnë prapa hekurave të dënohen. Nuk i bën prapë, nuk pyesin as për procedurën. Jo, po s'ka aty. Aty pastaj o bale. Ta dënojnë, pastaj flasin mrapa. Nuk e dënojnë dot. Dënojnë, shkatrojnë jetën, pastaj më mrapa na fal se u ngatruam. Më fal se të vrava.